بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai Gjalla Xhelalu. Selamat i dërgojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar dersën 29 me radhë nga komentimi i Kuranit famlar, gjithsesi me lejen e Zotit sot do shpjegojmë ajetin e 49 dhe 50 nga surja Al-Baqara. Që në javën e kaluar shpjeguam dy ajete të surës Al-Baqara, ajetin 47 dhe 48, ku Allahu Azza wa Jall prapë ja përkujtoi mirësitë dhe nimetet që ja ka dhënë popullit të Jakubit alayhis salam dhe bijve të Jakubit, ja kujtoi ato nimete, ato mirësi në mënyrë që të jenë të parët ta besojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe jo të jenë të parët ja kthejnë shpinën atij. Pastaj Allahu Azza wa Jall ju dërgoi, ja u zbriti pjesën e ajetit ku ju tha që nëse ju nuk e besoni Muhammedin alayhis salam dhe Kur'anin famlar, atëherë nuk vlen ajo që keni qenë bijt e pejgamberëve, sepse në ditën e gjykimit nuk i bën dobi askush askujt, edhe as nuk i bën dobi shefati, ndërmjetësimi pa besimtarit, e as nuk i bën dobi kompenzimi, edhe as nuk do të kenë ndihmetar këto katër cilësi të ditës së gjykimit që neve e shpjeguam në dersën e kaluar. Dërsa në ajetet në vazhdim Allahu Gjalla Xhelaluhu i shtjellon nimetet të cilat ja kanë dhënë, i shtjellon mirësitë të cilat i kanë pas në mënyrë që neve prapë si besimtarë të marrim mësim. Ku Allahu Azza wa Jalla thotë: "Wa idh najjaynakum min ali fir'aun." Për mirësive të Allahut që ja ka dhënë të shumta, është ju ka shpëtuar nga faraoni. Idh najjaynakum min ali fir'aun, ju ka shpëtuar nga populli i faraonit. Al në gjuhën arabe, al popull që e përkthehet në këtë ajet, është për qëllim edhe familja. Është për qëllim edhe familja, por është edhe për qëllim pasuesi. Pra kuptohet në dy forma. Al, ne kur themi Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Al, kur themi Allahumma salli ala Muhammed, wallah shay salavat dhe selam me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wa ali Muhammed, dhe familjes së Muhammedit dhe pasuesve të tij. Për arsye se nuk do të thotë që selami dhe salavatet shkojnë vetëm për familjen e Resulullah. Pse? Sepse për familjes së tij ka pasur që kanë qenë pabesimtarë. Pra, axha i tij, Ebu Talibi ka vdekur pabesimtar. Baba i tij dhe shumë xhallarë të tjerë. Pra, al është për qëllim familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë qenë besimtarë dhe pasuesit e tij. Sepse Allah Azza wa Jalla në këtë ajet po na tregon që ju thot popullit të Jakubit ose bijve të Jakubit: "Wa idh najjaynakum min ali fir'aun." Allah ju shpëtoi nga idhtarët e faraonit, pra ata që e pasonin faraonin, ushtria e tij dhe ata që i besonin faraonit. E këtu nuk hyn gruaja e tij, për arsye se gruaja e tij ka qenë muslimane. Pra al në këtë ajet është për qëllim idhtarët e faraonit, pasuesit e tij dhe jo familja e tij, për arsye se, do të thonë, familja e tij ka qenë gruaja e tij besimtare Asia radiallahu ta'ala anha, wallahu Azza wa Jall e lavdron në Kur'anin famlar. Prandaj këtu po thot Allah Azza wa Jall bijve të Jakubit: "Wa idh najjaynakum min ali fir'aun." Për mirësive që ju ka dhënë juve, nimeteve, është ju shpëtoi nga populli dhe idhtarët e faraonit. Allahu Gjalla wa Ala thot: "Ju shpëtuam juve", ju drejtohet Bene Israelve në Medine. Çka ka lidhje shpëtimi ose mënyrja e komunikimit të Zotit në këtë ajet surën Al-Baqara, ku ne e dim që surja Al-Baqara ka zbritur në Medinë dhe është davet për ta,
Ka thonë juve ju kena shpëtu nga faraoni. Allah azza wa jalla ju drejtohet Beni Israilit të Medinës. Ju thot juve ju kena shpëtu nga faraoni. Për arsye se për mirësive të Allahut ndaj tyre është që po mos t'i shpëtonte të parët e tyre, ata nuk do ishin gjallë. Po mos t'i shpëtonte të parët e tyre. Në kohën e Musës alayhis salam ata nuk do ishin gjallë. Nuk do kishin pasardhës. Prandaj Allah azza wa jalla thotë ju prej mirësive që ju kam dhënë juve që duni me besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ose që ju kanë shpëtuar nga faraoni, domethënë ju kanë shpëtuar stërgjeshërit e juve, domethënë kjo punë prej Medinës edhe në kohën e Musës i bën me qindra vite, thuaj se dikon 3000 vite. Thuaj se afër 3000 viteve, domethënë periudha kur Allah azza wa jalla ka zbrit këtë ajet dhe periudha kur i ka shpëtuar në kohën e Musës, sepse sot dikon 5000 diçka vite prej kohës kur Allah azza wa jalla i ka shpëtuar domethënë Musa alayhis salam nga faraoni. Wa in najaynakum min ali fir'aun. Ju ka shpëtuar për arsye se Allah azza wa jall po don ju tregu mirësitë që ja ka dhënë juve. Allahu xhallahu ala në këtë ajet të dashur vëllezër, po thotë wa in najaynakum min ali fir'aun. Ju kam shpëtuar nga populli i faraonit, s'e përmend faraonin. Për ekzekutimet, për masakrat që i ka bërë, nuk e përmend në këtë ajet faraonin. Por krimi në islam llogaritet ai që jep urdhër, edhe pse ai nuk e ekzekuton urdhrin. Problemi i islamit nga ky ajet marrin si rregull që në qoftë se dikush e urdhron dikën për ta mbyt, edhe ai që e ka mbyt me pa të drejtë, po edhe urdhër dhënësi ekzekutohet. Arsye se të dytë janë të barabartë në krim. Sikur se Firauni i cili i ka urdhëruar iftarët e tij që të bëjnë masakrë ndaj bijve të Jakubit, ashtu siç do e shohim në vazhdim. Allah azza wa jalla pastaj thot: "Yasumunakum su'al 'adab." Thot Allahu, nga ai nga faraoni shijuat një dënim të idhët. Një dënim shumë të idhët. Çfarë dënimi kanë pas? Cili ishte dënimi? Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Thot i kanë therrë të gjithë fëmijët meshkuj, wa yastahyuna nisa'akum, dhe i kanë lënë gjallë gratë e juaja dhe i kanë lënë gjallë fëmijët e juaj që kanë qenë femra. Kjo ka qenë dënimi që ja ka bërë faraoni popullit të Jakubit alayhis salam. Si ka ardhur deri te ky dënim? Yudhabbihun, kur vjen kjo folja yudhabbihun, jo yadhbahun, është me prej. Yudhabbihun është hala më shumë, domethënë s'kan lënë asnjë të gjallë. Thuaj se dikon 70.000 fëmijë kanë vrarë në kohën e faraonit të Beni Israil. 70.000 fëmijë. Për çfarë arsye? Për arsye se faraoni thuaj që e ka pa një ëndër. E ka pa një ëndër që ka dalë një zjarr nga Beitul Maqdis, prej Mesjidul Aqsas, dhe ka shku në Egjipt dhe i ka djeg të gjitha shtëpijat e koptëve, domethënë idhtarëve të faraonit, por nuk i ka djeg shtëpijat e Beni Israilve, pasuesve të Musa alayhis salam. Dhe u shku tek fallxhorët e tij të magjistarët për me marrë komentin e ëndrës, ka thonë do të vjen një njeri nga mesi i tyre, i cili do ta zhduk mbretërinë tonë, do ta zhduk mbretërinë tonë. Gjithashtu thuhet që ka pa ëndër që ka lind një fëmijë në mesin e Beni Israilve, i cili do t'ja zhduk mbretërinë faraonit. Për këtë edhe ka dhënë urdhër, ka thonë prej tashtit, çdo fëmijë që lind te Beni Israil, nëse është mashkull, do të më mbyt, edhe milon femra të gjallë. Për çdo 10 gra e ka lënë përgjegjës një ushtar me i shiku a janë shtatzan apo nuk janë shtatzan. Nëse janë shtatzan, i ka ruaj derisa kanë lind, edhe kur kanë lind, nëse ka qenë mashkull, e kanë mbyt me njëherë. Nëse kanë qenë femër, e kanë lënë të gjallë. Shikoni çfarë masakre kanë bërë. Faraoni me ushtrinë e tij. Për çfarë arsye? Vetëm se ka pas pushtetin në dorë dhe është friksuar me e lënë pushtetin. Se e ka ditë që do të vjen një njeri që do ja rrexoj pushtetin e tij. Dhe thuhet që Allah azza wa jall i ka dhënë ymër të gjatë, 400 vite ka jetuar faraoni, s'ka pas asnjë smundje, i ka dhënë Allah azza wa jall ymër në mënyrë që kur ta merr në dënim, ta merr me një dënim të thjeshtë.
Ta merë me një dënim të edhët. Pastaj, kur e kam po që për imbyt të gjithë mitë, nuk përjaj se më bënë Israel, pleqët e tyne, Allah Zogjirë ka qurë smundje të shpejta, i kam vdek edhe pleqët, jënë mbledh paria faraonit, kanë thonë, hej, na nuk kemi ma njerës që punojnë për neve, sepse i ka shtin punë të rana, gratë e tyne, meshkujt e tyne kanë punu për faraonin punë të rana, fizike. Ai që ka pos profil, ka punu në profile të rana, qoftë dërtimtari, qoftë dhe më thonë në bujqësi, ai që s'ka ditë kur gjoheq, ka pagu tatim të ranë, një që tjetaj. Paria ka thonë, hej, në qoftë se vazhdojmë këtë formë, ne nuk kena me pas ma njerës të cilët punojnë për neve. Atëherë ka thonë, në një vit, për i mbysëm i krejt, vitin tjetër i lam gjallë, vitin tjetër prap i mbysëm. Në vitin që ka thonë me i lam gjallë, ka lind Haruni a.s. Ka lind Haruni a.s. vlau Musës a.s. Në vitin që ka pas me i mbyt, ka lind Musa a.s. Ka lind Musa a.s. Dhe për këtë arsye ditë historia që Allah Zogjel e thot nanës së tij me hudh në lëm, që s'jan ajetet për ta sqaruar se vinë në surën Shuara, në surën Taha, sepse tregimi i Musës përmendet më së shumti në Kur'an për shkak të dobive të mëdha që ka ky pejgamberi i Allahut. E Allah Zogjel i pruni këto ajete me ja përkujtu ben Israelve çfarë mirësi ju ka dhënë Allah Zogjel. Ju ka shpëtuar nga ky dënim i rënd. Lindi Musa, dhe shikoni dashur vëllezër hikmetin e urtësinë e Allahut. Çfarë urtësie ka Zoti, edhe pse në synin tonë janë masakra të mëdha, janë domethënë krime të rana. Edhe në atë kohë ndoshta ka thonë dikush ku Zoti që s'bëjon iman besimtarëve, sepse kanë qenë besimtarë, kanë qenë musliman. Ku Allah që s'bëjon iman, ndoshta ka pas njerëz të tillë që kanë thonë. Po çka? Ka bëu që Musa alayhis salam të rritet në shtëpinë e faraonit. Sepse uji e ka çu tek dera e faraonit, e ka marrë Asja gruaja e tij, e ka rrit në prahën faraoni Musën. Edhe ai e ka prish pastaj ato që ai e ka arrit dhe i ka thonë vetit Zot. Domthonë urtësia e Zotit është shumë e madhe për ta kuptuar ne. Prandaj edhe masakrat që ndodhin sot në botën islame, mos kujto që shkojnë hoç. Mos kujto që shkojnë hoç. Edhe janë duke u bërë nga ta njerëz të cilët janë masakruar më herët. Shumë është interesant kjo. Nga këta njerëz të cilët janë masakruar mbi 70.000 fëmijë. 70.000 fëmijë ka masakruar faraoni të tyre. Mirë po çka bën që në mesën e tyre të lind Musa dhe ta shkatërron pushtetin e tij zullumçar. Prandaj thuhet një thënie e mençur, pas çdo faraoni do të lind një mus që ja shkatërron pushtetin. Për çdo faraon lind një mus i cili ka më ja shkatërruar pushtetin. Edhe sot bota islame është të heqshëm. Banorët e Palestinës janë të heqshëm prej zullumçarëve. Mirë po çka? Mos mendoj që gjaku i tyre shkon hoç, sepse urtësitë e Allahut ka mundësi që ne si kuptojmë, mirë po dinet që në mesin e tyre vjen një mus i cili pastaj do t'i shkatërrojë domethënë ata të cilët janë zullumçar, sikurse që ka ndodhur me Musa alayhis salam i cili i ka shkatërruar domethënë pushtetin e këtij njeriu zullumçar. Wa inna fir'auna ala fil ard, thot Allahu azza wa jall, më të vërtet faraoni ala fil ard, u tregu mendje madh në tokë. U tregu mendje madh. Wa ja'ala ahlaha shi'an, edhe banorët e atij vendi, popullin e Musës, i kthej në robër në punë të rana me punu. Ja mbyti fëmijët, meshkuj dhe i la vajzat për së gjallë dhe i ka marrë për të punu për ta. Ashtu siç thotë yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum. Ashtu siç thotë Allah në surën Al-Qasas, ku i përmend domethënë tregimet e Firaunit alayhi la'natullah. E Allahu azza wa jall pastaj thotë: "Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim." Në këtë torturë, thotë Allahu, thotë që e përjetuat prej faraonit bala'un 'azim, është sprovë e madhe për ju. Ulemaja e tefsirit, dashur vëllezër, kur nalesh dhe i lexon tefsirologët islam, fjalën bala këtë ajet të Kur'anit thonë është mirësi. Jo sprovë, sepse balaja në gjuhën arabe vjen në dy kuptime. Vjen në kuptimin e mirësisë edhe vjen në kuptimin e sprovës. Bala gjuhën arabe ka dy kuptime. Edhe vjen në kuptimin e mirësisë, edhe në kuptimin e sprovës, sepse Allah azza wa jalla thotë: "Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at
la'allahum yarji'un. Dhe Allahu ju kem sprovu me mirësit dhe me sherr, la'allahum yarji'un. Do shta thot kthehen në rrugën e Zotit. Pra, fjala bela kanë herë është për qëllim mirësia. E çfarë mirësia është këtu? Shtrohet pyetja. Ku njerëzit po vriten, njerëzit janë masakru, mija janë masakru, janë lanë gjallë vajzat, janë torturu me një dënim të idhët. Mirësia është o idh farakna bikum al-bahr. Pas gjithë kësaj sprove, Allah Azza wa Jall ja ka hap dyrët e detit. Ajo torturë që ka ndodhur, ai masakër që ka ndodhur, Allahu Jalla wa Ala na tregon që edhe në këto ka mirësi, po ne nuk i shohim, sepse pas çdo sprove vjen mirësia, vjen çlirimi. Po ne si musliman gutemi, ne si besimtar gutemi. Për këtë edhe Musa alayhi salam e ka kuptuar këtë çështje mirë, sepse në këtë sprovë do të ketë mirësi. Pa më parasysh se sa ndodhin, se sa zgjatet belaja, sprova, sa zgjatet masakra, sa zgjatet lufta, ka me pas mirësi, ka me pas një gjithçka që e ndryshon boshtin e dynjas. Dhe e ka ndryshu, sepse Musa a.s. pastaj e merr pushtetin dhe është pejgamberi i Allahut. Dhe është pejgamberi i Allahut siç do e shohim në vazhdim në ajetet e Kur'anit. Wa idh faraqna bikum al-bahra. Ku ne e çajtëm thot detin në dy pjesë të Allahu Jalla Jalaluhu. Si ka ardhur deri te çarja e detit? Allahu Azza wa Jall dashur vëllezër ashtu siç e dini tregimin. Natën i thot Musës ngritu me Beni Israel dhe drejtohu ka deti. E jotja është mi marrë shkaqet. Me u zhuar në mbrëmje dhe me shku para agimit deri këtë deti. Allahu ja fshoi një sprovë Beni Israelve që shumë të rinj koptëve, egjiptasëve, domethënë të faraonit, ja fshoi një sprovë shumë të rinj vdiqën atë natë. Shumë të rinj vdiqën atë natë dhe u angazhuan me varrimin e tyre. I harruan për një moment Musa a.s. dhe popullin e tij. E Musa a.s. me 600.000 banor ka dalë dhe nuk kanë diktu. Llogarit tash. Ç'a do me thonë me dalë për një qyteti me 600.000 banor edhe mos me marr vesh askush. Kjo është mrekulli në vetë e Allahut Azza wa Jall. Na me dalë 60 për këtuit, të ecë fshatit e poshtë, këtë fshati kanë me dalë në përdyrë me thonë çka u bë. 60 vjet. Për shkak të zhurmës, për shkak të kalorësisë, para mendon në kohën e Musës, as ka pas vetura me rrym që mos mund dëgjue, as ka pas domethënë diçka që mos më ndëgju ka të shkojsh, po ka pas fëmijë, ka pas gra, ka pas pleq, ka pas kafsh që kanë kaleru me dalë me 600.000 banor, edhe mos më marr vesh faraoni, kjo është mrekulli veti nga ana e Allahut. Është mrekulli veti nga ana e Zotit Xhalla wa Ala. Dhe i tha drejtov te deti. Kaç i tha Zoti Xhalla wa Ala. Kur shkoi te deti Musa a.s. me banorët e tij, edhe dihet që Beni Israel kanë qenë shumë njerëz që kanë bërë pyetje. E kanë lodh Musa a.s. se pejgamberi i Allahut. Ka thonë ku o Musa? Përpara detin, mbrapa faraonin. Ku na prune? Ka thonë deri në këtë pikë më ka urdhëruar Allahu Azza wa Jalla. Mi marr shkaqet në jetë aq sa ki mundsi, mi dhon krejt mundin për mi marr shkaqet në jetë. Ky është mësim veti që ne kemi sqaruar kur e kemi sqaruar historinë e Musës a.s. në 13 ligjërata. Don Musa a.s. në këtë pikë na kupton neve që duhet mi marr shkaqet në jetë. E sikur Allahu Azza wa Jalla i thot Ben Israilëve në Medinë, o njerëz, ju dëni me marr shkaqet për me besu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për me besu Kur'anin famlar, për me shku në xhenet. Nuk jeni të i marr shkaqet me shku në xhenet. Nuk keni të i marr. Mos pretendoni që jeni pasardhës të pejgamberëve, e keni pas Jakubin bab, jeni kon pasardhës të Musës alayhis salam. Mos pretendoni që shkoni në xhenet pa e besu Kur'anin famlar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Merrni shkaqet në jetë. E sot musliman nuk i marrin shkaqet në jetë. Nuk i marrin shkaqet shumica. Hajtë se bëhet mirë. Bëhet mirë, po duhet mi marr shkaqet në jetë. Pa ardhur në xhami me ngu vajzë, nuk mërësh me ngu vajzë. Po pregadit mirë të shtëpia, me dalë me dhon ligjërat. Mërësh me dhon ligjërat. Pa mësu të shtëpia, s'mërësh me dhon provimi. Pa e miell arën, nuk ka bereqet. Pa punu për ahiret, s'ka xhenet, e kështu me radhë. Musa a.s. tha deri këtu më ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala.
edhe bëri dialog me detin. Musa ka bë dialog me detin, tha, a pe din që unë jam pejgamberi i Allahut? Tha po. A pe din që këta janë besimtar, musliman? Tha po. Du të më na i bë tani zgjidhje me dalën aton. Tha Musa, unë jam rob i Allahut sikur ti. Tha jam rob i Allahut sikur ti, tha. Allah Azza wa Jall pastaj e zbriti ajetin e të Kur'anit famlar dhe i zbriti shpallje Musës a.s. ku i tha fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu daraka wa la takhsha. Allah i zbriti shpallje i tha Musës fadrib lahum. Çfarë i tha ti më shkon? Tariqan yabasan, ka mu do deti edhe ka me ta bë rrugën yabis, thot. Para më tash me një vend ku ka ujë, që qëndron uji me vite, edhe ku largohet uji, du të me shku një kohë e gjatë për mu tha i vend, për me pas mundësi me hi dikush. Jo me hi me sherre të asaj kohë, me hi me kafsh, e me deve, me kuaj, s'ka po shansë. Se me një vend ku ka pas uji, ma u futi me njëherë sharron. E Allah për i thotë, më shëjti detit, ka më u qa deti edhe ka më u tha toka, ka më qu plon ka testi. Tariqën yabsan. Subhanallah. Musa a.s. aq imanin e fortë ka pas, sa që kur është lshu faraonin brapa ti, populli i tij ka thonë inna la mudrakun, o Musa në zonë që përmas faraoni është. Faraoni ka dhënë me mbi 1 milion e diçka ushtar, 1 milion e 200.000 ushtar, sa që ju ka thonë banorëve të Musës shirdhimetun qalilun, ka thonë këta janë banorë shumë pak. Domthon 600.000 në sytë e ushtrisë faraonit kanë qenë shumë pak. Inna la mudrakun, ju kanë thonë populli Musës kanë në zonën. Thonë kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Musa ka thonë ja, ka thonë me ush Zoti xhalla xhala. Sayahdi, ai ka më udhëzu çka më vepru. Pastaj ja urdhëron me mshu detit. Dashur vëllezër, me arrit këtë kulmin e imanit të ihsanit, në atë shkallë sa që me pa armikun të ardhë brapa, edhe ti pedin që ka me të mytë, edhe me thonë, jo vëllaj, qëfse Allah Azza wa Jall ka shkru mu me jetu, s'monet me mbyt. Me pas imanin e fort. Kjo ka ndodhë me neve në luft, ata që e kanë përjetu. Ata që e kanë përjetu luftën e Kosovë, ka ndodhë rastet e tilla. Kuna kanë qitë ushtria sërbe me na përshkatu e kom qenë mesin e tyre. Njeriu në ato momente e shijan jetën hala ma shumë. Edhe i vjen një motiv, një elan për me jetu hala ma shumë. Edhe qka? Vetë me vetë i thotë, po jo bëse, që se Allah Azza wa Jall ka shkru me jetu, kësë ma merë shpitin. Dhe ashtu ndodhë, e që sot një dhamë vajzë. Më thonë, a kem qenë para pushkës së armikut? Sepse kur dënë Allahu Jalla wa Ala me jetu, krejt me të mësy mbrapa, s'ka mundësi me nëbyt. E kur dënë Allah Azza wa Jall me ta marë shmirtin, në shtrat të nejtë më smirti, të hangër bak lafta me shmirtin. Dhe Zoti gjithësisë. Edhe ata i thanë, o Musa në faraoni, jo për thasën e kom Allahun Azza wa Jall. A jemi Allah, nuk kry puna. Edhe në qëfë se vdes shkon shahid e Allah. E në qëfë se jeton krenar të Zoti. Hinën, kër i mshoj detit Musa, thuhet që janë qelë 12 rrugë. 12 rrugë. Se cili fis në rrugën e vetë. Edhe janë fut me urdhën e Allah të Zot. Mi po Ben Israel tash më herët kanë qenë njerëz që e kanë lodhur Musa. Kur u hi Musa me një prej tyre, ka thonë Musa ku janë ata të tjerë. Kthehemi mbrapa ti marrë, ka thonë me neve janë. Ja ka thonë pa i pa nas nisën. Allah Azza wa Jall e ka urdhëruar detin 12 rrugë që ju hap edhe dritarët në detit, tash llogaritë, deti stam, ka hap Allah Azza wa Jall dritare me po njëri tjetrin ata që edhe ata të tjerë janë të ardhur. Edhe ata të tjerë janë të ardhur. Derisa kanë dalë, domethënë në fundin e detit dhe kanë dalë në anën tjetër, e faraoni kur është ardhur në fillim, e ka pa ushtrinë e Musës, nuk ka dashur kali i tij me u fut. Mirë po, thuhet që Xhibrili alayhis salam ka ardhur dhe e ka shtyt kalin e tij që të futet. Xhibraili ju ka pri përpara dhe ka qenë i fundit prej popullit të Bene Israelve, duke i shtyt ata që me hyjnë në deti. Mikaili ka qenë i fundit në ushtrinë e faraonit që i ka shtyr të para me u fut në deti, derisa janë fut i fundit dhe i pari skamrije, hala, që me dalë prej detit, Allahu Jalla wa Ala e urdhëron pastaj detin me u kthy në gjendjen e tij, sepse
Kanë dalë populli i Musës a.s. në tonë detit dhe Faraoni u mbyt me gjithë ushtrinë e tij. Kur e ka pa vdekjen me sytë e tij, ashtu siç edhe do vjen edhe në ajete të tjera, thotë la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min al-muslimin. Faraoni thotë këtë fjalë. Allah azza wa jall e ka thënë në Kur'an surën Yunus ajeti 90, kur e ka pa vdekjen me sy, ka thonë la ilaha illa alladhi, s'ka zot tjetër përveç atij që besuan banu Israilet ose populli i Musës a.s. wa ana min al-muslimin, edhe unë jam prej muslimanëve. Pa Allah azza wa jall nuk ja ka pranuar pendimin dhe ka vdekur si pabesimtar. Kur ju ndalën ata në Ben Israel, nuk kanë besuar që mundet me vdek Faraoni. Atë që kanë qenë të magjepsë, të sprovuar prej tij, sa që s'kanë mujt me besu që e njeri mund me vdek në herë. Sigur se shumë e njeri sot që nuk mundet kërqysh me besu që zullumçari ka me urdhzu një herë. S'mundet me besu. Me besu që urdhzohet zullumçari. Pa me parasysh fuqinë e tij që e ka. Ka me ardhur ditat që ka me urdhzu edhe ty his ta mërmenja. Sepse Allah azza wa jalla thotë فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, ju shpëtuam thot juve, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, dhe e fundosëm Faraonin dhe gjithë idhëtarët e tij, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, ju e shikoni me sytë e juve se si ai u mbyti. Ju e shikut, edhe hala s'po besonja, krejt ushtria e tij met në deti, Faraonin e qiti jashtë Allah azza wa jalla. Faraonin e qiti jashtë të mbytur. Ta është që këtë qaj Faraoni? Apo besoni tash që e ka mbyt Zoti xhallahu ala deri në këtë shkallë. Dhe krejt ushtria e tij ka mbetur e mbytur në ujë, Faraonin e ka qiti jashtë që të jetë aje, argument deri në ditën e gjykimit, e që sot hala ekziston në Egjipt, ku forma e tij e pa prishur deri në ditën e gjykimit, që ai i cili e lufton fenë Allahut azza wa jall e ka domethënë të njëjtin përfundim sikurse që e ka pas Faraoni. E Allah azza wa jall të dashur vëllezër, këtë tregim po ja tregon kujt? Ku po e tregon? Në Kur'anin famlar. Ku ja po ja tregon? Në Israel, në Medinë. Hala më detajisht se sa që kanë pas në Tevrat. Me çka me aludut e ta, ju tregu që ju e dini vërtet që kjo fjalë e Allahut. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as ka ditë shkrim as lexim. Ka qenë i dërguari i Allahut. S'munaj me shkru Kur'anin me dorën e tij. Është shpallë nga Zoti subhanahu wa taala, i cili po ju jep detaje për pejgamberin e juve që e keni pas Musa alayhis salam, për shpëtimin që u ka bërë Allah azza wa jall në Egjipt, më shumë se sa që e keni në librin e juve. Më detajisht dhe më mirë se sa që e keni në librin e juve. Me fjalët e Zotit 3D po ja jep tregimin e Musës dhe Harunit dhe të Faraonit. Andaj thot ju duni me qenë të parë që e besoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'ani famlar dhe jo të parë që e mohoni atë. Andaj dashur vëllezër, ky tregim neve na jep shumë dobi të rëndësishme si besimtar që ja ditë vlerën nimeteve të mirësive të Zotit xhalla sha'nuhu wa taqaddasat asma'uhu, sepse çdo mirësi që na i ka dhënë Allahu azza wa jall ka më na marrë në pyetje ditën e gjykimit. Për çdo mirësi, e më së shumti për mirësinë e Islamit dhe të imanit, që nuk paguhet me pare, nuk blehet me pare, është mirësi që neve duhet m'ia ditë vlerën, sepse shikone popull, pejgamber kanë pas, libër kanë pas, argumente sa dush ju ka thënë Zoti xhallahu ala. Ja ka përmend nimetet, mirësitë një ka një, ashtu siç do shumë në dersën e vazhdim, mënyrë që ti bind që kjo është libri i Allahut, është pejgamberi i Allahut, për çka? Kur të mbulohen zemrat me mosbesim dhe me kufër dhe me inat dhe me dashuri për dynjan dhe për pozitën, nuk mundet njeriu pastaj me udhëzon rrugën e drejtë, po vetëm me lejen e Allahut subhanahu wa taala, duke lutur Allahun xhallahu ala që të na bëjë për atyre besimtarëve që e falenderojmë Allahun pa ndërprej për nimetin dhe mirësinë e Islamit. Lutem Allahun që të na forcon zemrat tona në din, derisa të takojmë Allahun dhe të ai të jetë i kënaqur me neve dhe të përfitojmë nga tregimet e Kur'anit famlar dhe nga ajetet e Kur'anit, sidomos të këtyre ajeteve që neve jemi duke i sfigu, duke lutur Allahun azza wa jall që deri në dersën e radhës Allah azza wa jall na fal neve dhe ju wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.